Përshëndetje të ndruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në RTK. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti, nesër pritet t'u prezantojë kabinetin qeveritar deputetëve të kuvendit. Ligjvënësi do të mblidhen në seancë në orën 10. Vetëvendosja i ka 48 deputet e përkrahje ka nga ajo që dihet publikisht edhe prej të paktën 7 deputetëve të komuniteteve pakicio-sërbe, si dhe të Nena Drashiqit nga komuniteti sërb. Tani për tani, së paku publikisht nuk ka informacione për një marrëveshje koalicioni. Njës të zhvillimeve politike nënvizojnë se sigurimi votave individuale mund t'i ndërrojë parashikimet. Detajet i sjell gazetarja Edona Podvorica. 10 tetori është data kur u bë konstituimi i legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. E gjitha ndodhi 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Tashmë vendi ndodhet para një situate tjetër. Mandatari për formimin e qeverisë së re, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti, nesër duhet të prezantojë para 120 deputetëve kabinetin e ri qeveritar. Por për njohësit e zhvillimeve politike, gjasat që Kosova nesër të bëhet me qeveri të re janë minimale. Unë nuk pres diçka ndonjë ndryshim të madh nga ajo që kemi pa këto muajt e fundit, do ketë një përpjekje të paktën për publikun që zoti Kurti po përvon me bë qeverinë, por të tjerët nuk po janë të gatshëm që të jenë pjesë e koalicionit. Dhe po besoj që kjo është para përgatitje për zgjedhjet e ardhshme, sepse as pala tjetër, pra po themi partitë shqiptare dy të mëdha, edhe ato nuk i kanë numrat, dhe ato nuk kanë një marrëveshje me vetit që mund ta bëjnë qeverinë. Krejt çka duhet të bëj Kurti këtë kohë është të provojë sigurimin e votave individuale në kuvend, thot politologu Dora Jetimeri. Partitë politike kanë zgjedhur që të mos bashkëpunojnë. Mundësia që të kemi një qeveri nesër është tepër minimale dhe kryeministit Kurti i duhet një angazhim shumë i shtuar që të kërkojnë mbështetje individuale të deputetët që të votojnë për shumicën e re në kuvendin e Kosovës dhe rrjedhimisht për qeverinë e Republikës. Unë konsideroj që kjo është vështirë e arritshme. Besoj që më pranë jemi zgjedhjeve se sa formimit të qeverisë, por duhet të presim deri nesër. Ani pse fitoi zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, vetëvendosje nuk mori mjaftueshëm vota për të qeverisur e vetme, ndërsa zgjodhi të bëjë ofertë lidhjes demokratike për bashkëpunime, kjo e fundit refuzoi. Vetëvendosje tha se nuk bën koalicion me Partinë Demokratike as me listën sërbe. Kurti për ta formuar qeverinë e re duhet i sigurojë votat e 61 deputetëve deri nesër. Por nëse kjo nuk ndodh, presidentja është e obliguar që brenda 10 ditëve t'i ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike edhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarin e dytë, nëse i dëshmohet se i ka numrat për ta formuar qeverinë. Edhe i dyti ka 15 ditë kohë që t'ia paraqesë kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Nëse as herën e dytë nuk formohet, presidentja duhet i shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen 40 ditë nga data e shpalljes. Kosova është hapur për investime dhe gati të integrohet në tregjet globale, këtë ka nënvizuar presidentja Vjosa Osmani në një tryezë me drejtues biznesësh nga vendet të ndryshme të botës në kuadër të Berlin Global Dialogue. Osmani tutje shtoi se Kosova nuk është më vetëm destinacion me kosto të ulët, por ekonomi e bazuar në besim, parime dhe rritje strategjike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë mbledhjes së fundit për sot ka shpallur rezultatet përfundimtare të rretit të parë për kryetar në 35 komuna. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi ka bërë të ditur se për shkak të disa ankesave të cilat janë duke u shqyrtuar nga PZAP, Prishtina, Joniku dhe Mamusha nuk i kanë të përfunduara procedurat për të publikuar rezultatet përfundimtare. Sipas të dhënave të KQZ-s, 15 komuna do të shkojnë në balotazh me 9 nëntor përfshirë Prizrenin, Gjakovën, Gjilanin, Dragashin, Kaçanikun, Klinën, Fushë Kosovën, Mitrovicën e Jugut, Obiliqin, Rahovecin, Pejen, Suharekën, Vitin, Vushtrin dhe Klokotin. Ministria e Mbrojtjes ka shtyrë deri me 31 tetor afatin e aplikimit në konkursin për 60 ushtar aktiv nga komunitetet joshumic në forcën e sigurisë së Kosovës. Ministria e Mbrojtjes ka bërë thirrje që sa më shumë kandidat të aplikojnë, duke vlerësuar këtë procesin e
hap të rëndësishëm për formimin e karakterit multietnik të FSK-s, ndërkohë Forca e Sigurisë së Kosovës inkurajon pjesëmarrjen e të rinjve nga të gjitha komunitetet, duke promovuar barazi, përfaqësim dhe përkushtim ndaj shërbimit në të mirë të vendit. Në fund të muajit, Forca e Sigurisë së Kosovës mbyll konkursin për rekrutimin e 60 ushtarëve aktiv nga radhët e komuniteteve jeshumicë. Mundësi e sfidë kjo për t'i shërbyer dheut. Për secilin të rihet të re të interesuar nga mosha 18 deri në 25 vjeç, këto ditë mbeten mundësia fundit për të aplikuar. Deri më tani rreth 50 kandidat nga radhët e komuniteteve jeshumicë kanë dorëzuar aplikimet e tyre për të bërë pjesë aktive e FSK-s. Shtyrja e fatit të aplikimit deri me 31 tetor, sipas këshilltarit për komunitete në Ministrinë e Mbrojtjes Aslan Kryeziu, ka për qëllim të japë më shumë kohë kandidatëve të interesuar. Po ne kemi vazhduar edhe për 10 ditë këtë konkurs, do të thotë konkursi do të jetë aktiv deri me 31 tetor, do të thotë 2025 në orën 23:59 të natës. Andaj unë i ftoj gjithë pjesëtarët e komuniteteve që të aplikojnë, të bëhen pjesë e një institucioni që ka besueshmërinë më të lartë në vend siç Forca e Sigurisë së Kosovës. Kryeziu ka thënë se duke parë që përqindja e përfaqësimit të komuniteteve në FSK ka pësuar një rënje, një konkurs i tillë është më së i pritshëm, ndaj nënvizon se kjo është një mundësi për të rinj që të kontribuojnë me nder në shërbim të vendit dhe të përfaqësojnë komunitetet e tyre brenda një institucioni me besueshmërinë më të lartë. Kem parë të arsyeshme do të thotë që të hapmi një konkurs të veçantë vetëm për komunitetet, në këtë rast do të thotë për pranimin e 60 pjesëtarëve të komuniteteve brenda forcës, që edhe gara të jetë më e lehtë, por në të njëjtën kohë edhe gjithë ato prurjet që do vinë brenda forcës, ndikojnë drejt për drejt në ngritjen e përqindjes së pjesëtarëve të komuniteteve brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Ministria e Mbrojtjes u bën thirrje të gjithë të interesuarve nga radhët e komuniteteve, e në veçanti grave që të aplikojnë për të bërë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kosova si vjetë është një koqire në ngjarjes më të rëndësishme të shahut evropian, kampionatet evropiane në disiplinat rapid dhe blitz, organizuar nga Federata e Shahut e Kosovës dhe nën patronazhin e Bashkimit Evropian të Shahut. Ky aktivitet do të mbahet në Prishtinë nga 27 nëntori deri me 1 dhjetor të këtij viti. Kryeqyteti i Kosovës do të mirëpres ngjarjen më të rëndësishme të shahut evropian, kampionatet evropiane në disiplinat rapid dhe blitz. Organizuar nga Federata e Shahut e Kosovës dhe nën patronazhin e Bashkimit Evropian të Shahut, ky aktivitet do të mbahet në Prishtinë nga data 27 nëntor deri me 1 dhjetor të këtij viti. Kampionati është i hapur për të gjithë shahistët e federatave anëtare të Evropës, pavarësisht e renditjes apo titullit. Në program parashihen 2 turnet kryesore, Rapid dhe Blitz. Fondi total i shpërblimeve ka vlerën prej 65.000 euro, përfshirë mbi 30 çmime speciale sipas moshës, gjinisë dhe kategorive të ndryshme. Sipas organizatorëve, në këtë ngjarje presin mbi 500 pjesëmarrës nga më shumë se 40 shtete të ndryshme të Evropës, duke bërë këtë një nga turnet më gjithëpërfshirës dhe të rëndësishëm të vitit në kalendarin evropian të shahut. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nisur një vizitë të shkurtër në Azi, ku në Korenë e Jugut pritet të takohet me presidentin kinez Xi Jinping për të diskutuar për paqen në Ukrainë dhe marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve. Hello everybody, have a good trip. It's going to be a long one. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është nisur për një turne të shkurtër në Azi. Gjatë vizitës në Korenë e Jugut, ai pritet të takohet me presidentin e Kinës, Xi Jinping. Në aeroplanin presidencial, Trump tha se do të dëshironte që Kina të ndihmonte në arritjen e një marrëveshjeje paqe me Rusinë për konfliktin në Ukrainë. Do të doja që Kina të na ndihmonte me Rusinë, deklaroi presidenti amerikan.
Trump e cilësoi Kinën si aleatin më të madh të Rusisë dhe një mbështetje jetike për Moskën, që prej vendosjes së sanksioneve perëndimore për shkak të luftës në Ukrainë. For them. I don't think that's sustainable for them, and they want to get that down. And Këto deklarata erdhen pas një jave të vështirë për Ukrainën. Shtetet e Bashkuara refuzuan t'i ofrojnë raketat me rreze të gjatë veprimi, ndërsa udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk miratuan ende përdorimin e fondeve të ngrira ruse për financimin e mbrojtjes së Ukrainës. Temat të tjera të diskutimit mes Trump dhe Xi pritet të jenë lufta tregtare dhe tarifat reciproke ndërmjet dy vendeve. Të mërkurën, presidenti amerikan njoftoi për vendosjen e sanksioneve të reja kundër dy kompanive më të mëdha ruse të naftës, ndërsa javën e kaluar sanksione të ngjashme vendosi edhe Mbretëria e Bashkuar. Po ashtu, Bashkimi Evropian miratoi një pako të re sanksionesh kundër Rusisë. Shikues të nderuar, kas për këtë edicion lajmesh. Natën e mirë.